Gjudistja e njohur nga Kosova, Distria Krasniqi, ka shënuar një fitore të rëndësishme në arenën ndërkombëtare të judos në kuadër të kampionatit evropian për senior që po mbahet në Podgorica në Maltezi. Krasniqi ka kaluar me sukses raundin e dytë, duke mposhtur gjudisten nga Serbia Milica Nikolic. Përballja mes dy gjudisteve të nivelit lartë ka qenë tejet e ashpër, por Distria me përvojë dhe teknikën e saj arriti të dalë fituese. Ky duel mori vëmendje të madhe jo vetëm për rëndësinë sportive, por edhe për rivalitetin e fortë që ekziston në këtë kategori peshas. Me këtë fitore, Krasniqi i afrohet edhe më shumë qëllimit të saj për të siguruar një medalje në këtë kampionat prestigjioz. Ai u garon kategorinë deri në 52 kg dhe është një prej pretendenteve kryesore për medalje duke marrë parasysh sukseset e saj të mëparshme, përfshirë edhe medaljen e artë olimpike në Tokyo 2020. Tani, gjudistja kosovare është në pritje për të mësuar kundërshtaren e radhës në çerek finale. Ajo do të përballet me fituesen e duelit mes holandezes Naomi van Grovreven dhe italianes Chiara Serra. Pavarësisht se kush do të jetë kundërshtarja, Krasniqi pritet të hyrë në duel me vendosshmëri dhe përshëndrim të lartë me synim kualifikimin në gjysmëfinale dhe më tej drejt finales. Përfaqësuesja e Kosovës po tregon edhe një herë se është një forcë e paftyrishme në judo dhe Distria po dëshmon se është ndër emrat më të mëdhenj të këtij sporti në arenën ndërkombëtare.